U zgjodh më pak e pëlqyer nga publiku, Hyggerta Sako shpërthen në lot, pse duhet të rri këto? Mbrëmja e së hënës në Big Brother VIP Kosovë, solli një surprizë të hidhur për Hyggerta Sakon, Ishmisi, e cila deri tani njeh për shëndrimet e qeta dhe sjelljen e matur, u shpall më pak e preferuara nga publiku, një rezultat që e tronditi jo pak. Në çastin që Jonida lexoi emrin e saj, Hyggerta u pa e hutuar, empir dhe me një shikim që kërkonte përgjigje. Nuk foli shumë, por fytyra e saj tregoi më shumë se fjalët. Pas prajmit, kamerat e kapën në një moment të ndjerë me shkurt të Haxhiun, ku Hyggerta nuk i përmbajti me emocionet dhe u shfaqe mërzitur e me lot në sy. Më pak e preferuara unë thjesht po marr kohë. Po nxjerr gjithçka tani dhe do ta mendoj. Në qoftë se jam më pak e preferuar, çka i duhem këtij formati? Për çfarë duhet të rri larg fëmijës tim? U shpreh ajo me dhimbjes. Dhe mërzia e saj nuk u ndal me kaq. Hyggerta shtoi me zhgënjim. Për t'ju mbushur mendjen këtyre, të jesh karagjos pas ka më shumë vlerë se të jesh njeri i drejtë dhe pozitiv. Jo, nuk e dua këtë. Fjalët e saj lanë të kuptohet se Hyggerta, po e mendon seriozisht nëse ja vlen të vazhdoj lojën. Ajo ndjehet e lënduar që sipas saj, drejtësia dhe qetësia nuk po vlerësohen nga publiku. Por e vërteta është se ky reality nuk ka qenë asnjëherë për të qetët. Në Big Brother VIP, ata që qëndrojnë shumë korrekt dhe pozitiv shpesh shihen si të padukshëm. Joja kërkon dinamizëm, strategji dhe ndonjëherë edhe pak zjarr. Shumë fansa tashmë mendojnë se Hyggerta nuk e ka kuptuar ende natyrën e vërtetë të Big Brother VIP. Ky është një format ku triumfon ai që lë gjurmë, jo ai që zgjedh rrugën më të drejtë. Tani mbetet pyetja: a do të heqë dorë Hyggerta apo kjo goditje do ta bëjë të zgjohet dhe të fillojë më në fund lojën e saj të vërtetë? Sepse në fund të fundit, në këtë luftë psikologjike ka vetëm një fitues dhe 200.000 eurot nuk shkojnë të qetët. Ajo që mbetet është të shohim nëse Hyggerta do ta kthejë këtë zhgënjim në forcë apo në dorëzim. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!